Ka parti cila s'kan me kalu pragun në këto palë zgjedhje, prandaj pak i admiroj edhe për guximin që e kanë me hy një udhë pa krye edhe mos me i kuptu sinjalet. E vërteta është... Ashtë kërcim kjo, jo, ashtë frikë, s'keni me kalu, s'keni me kalu. Jo, po s'kalojnë, nuk është frikë, ta thush realitetin, përbes në qëtë partit Lumir Abdigjikut, në qëtë lidhje, në qëtë farruge, pa krye ku ka hy ai nuk shoh LDK. Dhe nëse Lumir Abdigjiku as një hap nuk guxon ta bëj, pa lejen e PDK-s, atëherë le t'i tregon elektoratit të tij. Po guxon, sepse ai nuk është që nuk ka ngarkesa politike, ai nuk ka vizion politik. Ai ka dhënë vizion, po kërkon qeverisje. Po kërkon qeverisje si në Kotur Mikut. Qeveri tranzitore, po kërkon si në Kotur Mikut. Kemi edhe zgjedhje për prapë presidentes. Po jo Brefida, na po diskutoj me Hekun Mikun prej Kosovë e jo me bo qeveri si në Kotur Mikut.